365 ditë sfiduese të një sporti specifik, I cili distancat më të shkurtra në secilën prej etapave ka patur mbi 100 kilometra, prandaj edhe operativisht ka qenë sfidë në vete për Federatën e Ciklizmit që ta mbuloj. Ja ka dalë jo vetëm në Kupën e Kosovës, në Kampionatin e Kosovës, por edhe në ato që njihet si AIKA e organizimit vitit, Tour of Kosova. Gara e cila tashme e ka vendosur edhe Kosovën në hartën botërore, duke qenë ndër garat më të vlerësuara në rajon. Jo vetëm me aspektin e ciklizmit, në aspektin sportiv, por në rritjen e jashtëzakonshme në atë teknike dhe operative dhe organizative. Sot jemi së bashku këtu për të lauroruar ata që u veçuan në vitin 2025, të cilët bën një punë fantastike, nga gruposhat e reja deri te veteranët, nga klubet deri te punëtorët që I qëndruan para dhe para skenës çdo organizimi të mbajtur nga Federata e Ciklizmit. Se që ka ndodhi në 2025, më shumë se sa fjalët dhe më mirë se sa fjalët, do ta thotë video, fotografia, përmbledhja e aktiviteteve diku për 7 minutëshe, cilën juftoj ta ndjekim në video. Faleminderit për durat turkitet mësë të monitoruar atë një veti që sigurisht ata që në kujdesur për realizimin e këtij videoklipi
ka patur punë të vështirë dhe sfidë në një fond të madh të fotove dhe videove të seleksionohen disa prej atyre që vërtet kanë qenë fragmentet kryesore të 2025-s për sportin e ciklizmit. Zona Zotëri, vim të një moment ku tash në pjesën protokollare kam kënaqësinë të ftoj në skenë për të folur njeriu i cili është më kompetent të flasë për aktivitetet e Federatës së Ciklizmit të Kosovës dhe atë që ka kaluar në 2025 dhe pritet për 2026. Presidenti i Federatës së Ciklizmit zoti Avni Nua. Nderuar zyrtar të lartë, mysafirë të shuar, sportist, trajner, përfaqësues të klubeve dhe miq të ciklizmit. Është një ndërri madh të jemi sot këtu dhe të ndajmë së bashku sukseset të ciklizmit kosovar gjatë këtij vitit, po gjithsesi 2025. Viti që po lëm, pasi ishte i jashtëzakonshëm, Tour of Kosova përsëri u konfirmua si nga gara më të madhe ndërkombëtare në vendin tonë. Një spektakël sportiv dhe një promovim i jashtëzakonshëm i Kosovës, ku edhe kampionati i Kosovës dhe garat organizuara nga klubet treguan seriozitet për kushtim dhe rritjen e nivelit konkurrues. Pa punën e trajnerëve, vullnetarëve dhe klubeve këto suksese nuk do të ishin të mundshme. Sportistët tanë përfaqësuan vendin me dinjitet në garat rajonale, evropiane duke garuar dhe duke ngritur standardin dhe duke bërë flamurin tonë të pranishëm në arenën ndërkombëtare. Kulmi i vitit ishte lojë i jashtëzakonshëm, ku Kosova do të organizojë kampionatin ballkanik të ciklizmit në verën e vitit 2026. Ky është një sukses i madh për federatën dhe për vendin tonë. Në emër të federatës dhe në emrin tim ju duhet të përgëzoj të gjithë laureatët e këtij viti. Ju jeni shembull i disiplinës, pasionit dhe sakrificës. Arritjet tuaja janë frymëzim për gjeneratat e reja dhe garancia e ciklizmit kosovar, po ecën drejt një të ardhme të ndritur. Faleminderit të gjithëve për përkushtimin dhe mbështetjen. Ju uroj që vitet në vijim të na gjejnë edhe më të bashkuar dhe me suksese të reja. Urime laureatëve dhe suksese të reja për ciklizmin në Kosovë. Ju faleminderit shumë. Në momentin e duhur, na është bashkuar edhe drejtori i Departamentit të Sporteve në kuadër të Ministrisë për Kulturën e Sport, zoti Iber Alaj, të cilën kam kënaqësinë që ta ftoj dhe që Ministria për Kulturën e Sport dhe ministri tjerë në kuadër të qeverisë si dhe institucionet kanë qenë krahë i djathtë i Federatës së Ciklizmit, zoti Alaj. Mirëmbrëma, faleminderit për vonesën, por pa punë familjare, pa pritur, por çdo punës. Mirëmbrëma gjithëve, nderuar kryetar zoti Avni Nua, të nderuar anëtar të bordit, sportist, zyrtar të klubeve, të nderuar kryetar të federatave dhe dashamirët e ciklizmit. Në emër të Ministrisë për Kulturën e Sport, faleminderit për shëndes, për një kohë të vazhdojmë mbështetjen për organizata sportive, në mënyrë që ky vit të jetë më i begatshëm, por normal duke e promovuar sportin si vlerë, por në të kohë edhe duke u mbështetur në trashëgiminë që ka sporti në përgjithësi, por ciklizmi në veçantë në aspektin e ambientit, por edhe promovimit të sportit në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Prandaj edhe një herë suksese në këtë kuvend punë dhe në këtë kuvend dhe shpalljes së laureatëve më të mirë të vitit 2025, të cilët kanë pasur rezultate, kanë pasur sakrificë dhe një kohë duke parë se mendoja që do të ketë edhe kuvend punë, kështu që në mirëkuptim i përgëzoj laureatët të cilët gjatë vitit 2025 kanë pasur sakrificë dhe më të ciklizëm duke ditë çfarë mundje dhe çfarë pjesë të sigurisë duhet pasur edhe rrugët qoftë tona qoftë në ato ndërkombëtare, edhe një herë suksese atyre që janë më të mirë për vitin 2025. Faleminderit edhe zotit Alaj për fjalët, mbështetjen që i ka dhënë komunitetit të ciklizmit dhe jo vetëm.
Sikurse edhe për Ministrinë e Planifikimit Hapësinor, Mjedisit dhe Infrastrukturës, Policinë e Kosovës që përmenda dhe me herët. Jo rastësisht edhe në shumicën prej fotove cilat i përmendëm, e ne që kemi qenë në shtek me ciklistët, e kemi parë çfarë punë fantastike kanë bërë nga nisitja e autostradave deri te ai i ciklistëve dhe motociklistëve. Vërtet pa ndihmën, suportin e tyre nuk do të ishte mundur që i tërë shteti të ishte në funksion të njëgare, sepse thash është specifike, duhet bllokimi i autostradave, dikujt i prish planet për të mos arritur me kohë në kufi, në aeroport e diçka tjera, por gjithçka është arritur në kohë perfekte në secilën prej etapave me theks veçantë të garave ndërkombëtare që kanë qenë Tour of Kosova. Sot kemi kënaqësinë që ta fillojmë edhe ceremoninë e laureatëve të vitit, duke janë dedikuar edhe atyre që kanë qenë shpresat e vitit dhe atyre që kanë lënë gjurmë përmes punëve të realizuara për ta bërë më të mirën edhe në front, por edhe prapa frontit. Por para se të kalojmë tek kjo pjesë, kam kënaqësinë që ta ftoj në emër të Komitetit Olimpik të Kosovës edhe zotin Maxhuni, që të na bashkohet, zoti Gazmet Maxhuni, njëri të sekretari të përgjithshëm të Federatës së Triatlonit të Kosovës. I nderuar kryetari i Federatës së Ciklizmit zot Reali Muha, i nderuar drejtori i Departamentit të Sportit zot Reale, i nderuar përfaqësuesi i Policisë së Kosovës zot Bajram Shamani, të nderuar përfaqësues tjerë të federatave sportive, të dashur sportistë, drejtues të klubit dhe jo të pranishëm tjerë. Kam ndjenjën dhe kënaqësinë sot që bashkëtohem me juve për të ndarë çmimet e të mirë të federatës suaj, të Federatës së Ciklizmit të Kosovës për vitin 2025. Ne si Komitet Olimpik i Kosovës vazhdojmë ta mbështesim prapë Federatën e Ciklizmit të Kosovës, duke u nisur nga fakti se federata jonë ka 2 sportistë olimpik. Njëri është kursist olimpik, kurse tjetri është shpresë olimpike, kurse i treti është në Ministrinë për Kulturën dhe Sport. Kështu që në emër tim, në emër të bordit të Komitetit Olimpik dhe presidentit të Komitetit Olimpik, ju urojmë gjithat e mira, gjithashtu edhe për vitin 2025, edhe për vitin 2026, duke mos harruar që federata në vitin 2025 ka pas shumë angazhime të shumta në organizimin e garave vendore, gjithashtu edhe në organizimin e garës ndërkombëtare Tour de Kosova, që në kupton që këto bordi drejtuesi i Federatës së Ciklizmit të Kosovës në kryej me zotëri Aminur ka bërë një punë shumë të mirë. Përgëzim dhe janë gjithat mira. Faleminderit Gazi, nënkretari i Kokut, presidenti dhe zëvendës presidenti i parë më vojnë me arsye, sepse si se dini nga 6 deri në 22 shkurt u bën edhe lëra të 25 tatimrore në Milano e Cortina, atje janë duke përfaqësuar ekipin olimpik, por edhe Federatën e Skitarisë, por zoti Maxhuni kishte kompetencë të fliste sidomos edhe për ciklizmin, sepse federatën në cilën e përfaqëson një prej 3 sporteve është edhe ciklizmi, së bashku me vrapimin, atletikën, pra dhe me sportin e notit. Vrim të momenti kur kemi kënaqësinë që ta ftojmë zotin Fitim Arifi nga Akademia Olimpike për të ndarë çmimet e para. Zoti Arifi do të na bashkohet tash për të ndarë çmimin për kadetin më të mirë, shpresën më të mirë dhe juniorin më të mirë të vitit. E mirëpresim. Atëherë merr ndihmën e rezisë, i cili prej javave do të na shfaqet tash për të zbuluar se kush është kadeti më i mirë i vitit, në cilin përmes rezultateve të regjistruara në 2025, ai është veçuar me rezultatet e tij dhe për kushtimin, duke e bërë që të jetë në mesin e më të dalluarve nga grup moshat e reja. Kadeti më i mirë i vitit, Dion Kytyçi. Zoti Arifi do të qëndrojë edhe për të ndarë edhe 2 çmime tjera që lidhen me gruposhat e reja, respektivisht me shpresën më të mirë dhe me juniorin më të mirë. Të shpresat e vitit, më i dalluari për 2025 është Visar Nuhaj.
Faleminderit, urime Visarit dhe tash çmimi I fundit që zoti Arifi do ta ndajë do të jetë I dedikuar për juniorin më të mirë të vitit. Kalojmë kështu në kapërcim të grup moshave. Epitetin e juniorit më të mirë siç është ne e ka Festim Kurti. Urime festimit, falenderojmë zotin Arifi. Kam knatësinë që taftoj edhe sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Karates së Kosovës, zotin Nazmi Gashi, që na bashkohet për 2 çmime pashtu të rëndësishme për 2 kategoritë cilat kanë dhënë shembull të mirë në sportin e ciklizmit. Veterani dhe vullnetari më I mirë I vitit. Çmimin e veteranit të vitit për 2025 e merr Musa Morina. Kjo po treguar edhe një ndërlidhje që sporti I ciklizmit nuk është vetëm për grupmoshat e reja, por edhe për ata që vitet I kanë vetëm numra. Dhe Musa Morina tregon këtë në formën më të mirë. Një nga distancat të përshkruara nga Zvicra në Kosovë me bicikletë. Edhe me ekonomike. Vullnetarët, ata që janë shtylla e secilës prej lëvizjeve olimpike. Rëndësi I kushton edhe Federata e Ciklizmit. Prandaj Art Grajqevci sot nderohet edhe me çmimin e vullnetarit të vitit, çmim që e sjell vetë e kthen vetë. Faleminderit zotit Gashi. Kam knatësinë që taftoj zotin Natif Demolli, sekretari I përgjithshëm I Federatës së Boksit, mbetemi të artet marciale, për të ndarë çmimin për kontribut jetësor në ciklizëm. Ata të cilët vërtet kanë dhënë shembullin më të mirë se sa me dashuri, pasion, adrenalin dhe dedikim gjithçka mund të arrihet. Për kontribut jetësor në ciklizëm laureohet sot Xhavet Hyseni. Me plot të drejtë, apresim me dorë në vitet tuaja në kontor faletshëm. Zotit Demolli lutem qëndroni se do ta ndani edhe çmimin e radhës. Urime takzoni zoti Hyseni. Pedagogu I vitit, ata që ngrisin jo vetëm talent, por edhe gjenerata, për t'i kultivuar kështu me zellin që duhet ta ketë secili sportist. Pedagogu I vitit shpallat Blerim Gashi. E falenderojmë edhe zotin Demolli. Falenderit shumë, urime Blerimit. Në ndërën për prezencën e tij, sepse e lam pa përshëndetur në fillim kur erdhi zotin Edin Kurgeci nga Federata e Handbollit e Kosovës, presidenti I kësaj federate, përkundër angazhimeve që ka patur tash ka filluar edhe mesdhetari I grupmoshave në Prishtinë. Faleminderit që keni gjetur kohë dhe kemi knatësinë që t'ju ftojmë për t'i ndarë çmimet për punëtorin e vitit dhe gjyqtarin më të mirë. Punëtori më I ndaluar I vitit, besoj gjithë komuniteti e nje dhe për te këtij komuniteti, dhe në mërit sot shtallet Gjani Nua. Një njeri I cili veprat I lënë probasken, të tjerët dalin të fotografohen, ky nuk preferon ta ketë pjesën e frontit, por Kania vërtet e meriton një çmim të tillë. Urime Kani, takzoni, dhe për të ardhur dhe të referi më I mirë, sepse çështja e ndarjes së drejtësisë nuk është më e lehtë edhe në ciklizëm, madje shumë specifike. Dhe për ndarjen e drejtësisë si vjet dallohet me Xhet Zaskoku, I njeri I cili edhe në vara vendore, por mori plasimet e lata edhe nga delegatët e huaj që ishin në përcjellje të garës ndërkombëtare Tour of Kosova. Në nëndheqje të një ekipi të tërë një ushtrie të gjyqtarëve, me Xhet Zaskoku qëndroi në krye dhe sot është referi më I mirë I vitit. Zoti Kurgeci do të qëndrojë sepse do ta ndajmë edhe një çmim të dedikuar special
Për një njeri i cili jo vetëm që për dekada dha kontribut në sportin e ciklizmit, ai kujdes që edhe një aspekt tjetër shumë të rëndësishëm për Federatën e Ciklizmit ta ruaj, atë të marrëdhënieve ndërkombëtare. Posaçërisht në raport me dy federatat në umbrellën e së cilës ushtron aktivitetin e vet Federata e Ciklizmit, Federata Ndërkombëtare e Ciklizmit dhe ajo evropiane, UCI respektivisht UEC. Me këtë motivacion, për bashkëpunim me Federatën Ndërkombëtare, me mirënjohje speciale nderohet Niazi Berisha, sekretari i përgjithshëm i Federatës së Ciklizmit të Kosovës. Edhe Niaziu, një jetë të tërë dedikuar sportit të bukur të pedalimit. Faleminderit zoti Kërgjeci, faleminderit shumë. Është rada që në skenë ta kemi edhe njerë zotin Armin Mua, kësaj rada edhe me një arsye tjetër, jo për fjalim, por për të ndarë mirënjohjet maratonike që do të kemi për institucionet, individet që janë ndaluar në përkrajën e aktiviteteve të Federatës së Ciklizmit. Pa mbështetjen e tyre, asnjë prej aktiviteteve nuk do të ishte i mundur dhe me të drejtë sot në listë të parë ne kemi Policinë e Kosovës, që e veçova edhe në fillim. Zoti Jeton Rezepi, udhëheqës i televizionit të trafikut në kuadër të Policisë së Kosovës, na nderon me prezencën e tij. Bravo për punën, sepse pa i kaluar ato kilometrat bashkë në secilën prej etapave është vështirë të kuptohet kompleksi që ka kjo garë. Zotin Gazmend Hoxha, drejtori i drejtorisë përgjithshme në Policinë e Kosovës, në emër të zotit Hoxha sigurisht ndonjë prej kolegëve, zoti Rezepi prap. Një bashkëpunëtor i jashtëzakonshëm, Toger Ilir Veseli, shef i zyrës operativës dhe planifikimit të autostradave, njeriu i cili ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në organizimin dhe mbarvajtjen e secilës prej garave tash e sa vite. Ilir Veseli nderohet me mirënjohje të veçantë nga Policia e Kosovës. Faleminderit për kontributin e tij. Kapitan në drejtorinë e Policisë së Kosovës, kapitan Bajram Shabani, njeriu i cili jo vetëm me ciklizëm, në futboll e kudo në sport e kemi parë, duke u kujdesur për atë që është gjëja më specifike se cilit organizim, siguria. Faleminderit kapitan Bajram Shabani. Dhe nga Policia e Kosovës do ta mbyllim me komandantin e njësisë për kontrollin e autostradave, zotin Ismail Fezullah, cilën nuk e kemi fizikisht këtu, por sigurisht do të kujdesemi që ta dërgojmë. Togeri Iliri prap ftohet për ta pranuar në emër të majorit Ismail Fezullahu. Nga Policia e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, kalojmë te Ministria e Infrastrukturës, një mirënjohje e posaçme, po ashtu e dedikuar për Ministrinë e Planifikimit Hapësinor, Mjedisit dhe Infrastrukturës, përfaqësuesit të së cilës i kemi të pranishëm këtu, zoti Milaim Ametaj, në emër të Ministrisë, udhëheqës i Divizionit të Mbështetjes Teknike për Sigurinë Rrugore, një kontribut i jashtëzakonshëm për kraje e madhe në secilën prej kërkesave që ka adresuar sidomos te çështja e rrugëve. Faleminderit shumë. Zoti Ametaj e pranoi për ministrinë, por tash do ta ketë edhe për ministrinë, edhe personale, mirënjohjen personale, sepse më herët ishte personalja. Gjëra që ndodhin, se ishte menduar njerë të ministrisë ta kemi, po s'ka rëndësi shumë, sepse shkon në të njëjtën adresë. Mirënjohje për bashkëpunim në organizimin e garave dhe për drejtorin e Departamentit të Menaxhimit të Rrugëve, zotin Çamil Feka. Faleminderit shumë që e pranoni edhe në emër të kolegut zotin Çamil Feka.
cila prej garave, furgoni i fundit që e përcjell garën për çështjen e sigurisë vetë garuesve është ai i ndihmës së parë, ndihmës së shpejtë. Nga Forca e Sigurisë së Kosovës, ekipi i ndihmës së shpejtë ka bërë një punë fantastike në mbolimin e secilës prej garave, meqense nuk i kemi këtu, do të kujdesemi arti që tua dërgojmë në adresë. Për drejtorin e Departamentit për Politika dhe Strategji, zotin Azem Smajli, po ashtu është menduar një plaket e veçantë, kuptoj që edhe zoti Smajli nuk e kemi këtu, njëjtë do të kujdesemi ta dërgojmë. Dhe për shoqatën e kërkim shpëtimit, po ashtu një ekip fantastike, e cila nga dita në ditë po zhvillohet dhe po bën më të mirën jo vetëm në ciklizëm, po kudo në shoqërinë tonë. Mentor Maloku nga shoqata kërkim shpëtimit, mentorin nuk e kemi këtu, po në mentorit të pranojnë. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme për nga rëndësia, është për kryetarin e Federatës së Motociklizmit të Kosovës, zotin Noel Lugaziu, i cili ka bërë po ashtu një suport të madh me përcjelljen e garës. Motociklistët ishin aty ku kishte gara. Prandaj edhe sot me të drejtë, ku ka laureat të ciklizmit, i kemi edhe përfaqësuesit e motociklizmit. Faleminderit shumë edhe zoti Nua. Kam kënaqësi që ta ftoj sekretarin e përgjithshëm, zotin Berisha, Njazi Berisha, që të ndaj për sponsorët dhe për krahasit e Federatës së Ciklizmit, mirënjohjet në vijim. Mirënjohja do të jetë për ata që nuk i kemi këtu, do t'i kapërcejmë dhe do t'i dërgojmë në adresë Golden Eagle për sponsorizimin e garave të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës. Porsche Kosova, partner po ashtu i Federatës së Ciklizmit, që ka ofruar në dispozicion Shkodat, brendi që është partner edhe në nivel global i komunitetit të ciklizmit, ujë rrugove, ujë cilën e kanë konsumuar garuesit për freskinë e tyre në garat raskapitës e thash mbi 100 km secila prej etapave, si dhe Bike Plus nga dhe Albion Curi. Bike Plus dhe Albion Curi, Albionin e kemi këtu. Faleminderit për mbështetjen dhe kontributin e dhënë. Zoti Berisha do të qëndroj sepse do të jenë edhe 2 mirënjohje për 2 partner për krahas. Është kompania Prime Travel dhe Vlera Sport. Nëse i kemi këtu, e pastaj do t'i ketë edhe mirënjohjet e dedikuara për mediat. Prime Travel. Partneri i udhëtimeve i Federatës së Ciklizmit, se jo gjitha rrugët bëhen me bisikletë. Dhe Vlera Sport, shtëpia e sporteve, pajisjeve sportive, zoti Paçarada nuk e shoh të pranishëm këtu, do të kujdesemi t'ia dërgojmë. Dhe vim të mediat, ata që kanë kontribuar në promovimin e aktiviteteve të Federatës së Ciklizmit. Shoh kolegun Tomor Grabovci nga Radio Televizioni 21, e kalojmë aksionisht. Tomor Grabovci, Radio Televizioni 21, atë tjetrën e kalova në qëllim. Faleminderit Tomor për kontributin. Kemal Goca nga Bota Sot. Kolegun Kemal nuk e kemi këtu, gjithashtu për kontributin e tij. Një koleg tjetër që e kemi në mesin tonë është Besmir Topolli nga Radio Dugazini. Besmirin e kemi këtu. Përmes mikrofonit të art në Radio Dugazini, Besmiri është kujdesur gjithashtu në emisionet të ndryshme, format të ndryshme të promovimit të aktiviteteve përmes informacioneve të ndara me dëgjuesit e Radio Dugazini. Dhe për Kosova Press, kolegun Albert Bytyqi. Nuk e kemi kolegun Albert Bytyqi, do të kujdesemi edhe këtë ta dërgojmë. Po, e shfrytëzojmë prezencën e zotit Njazi Berisha, për të ndarë edhe një çmim të veçantë. Ai është i dedikuar për një individ i cili sot laureohet për kontributin e tij të dekadës. Selektori i kombëtarës Florim Shala
i cili është kujdesur për të bërë më të mirën me sportistët e sportistët, vjen nga qyteti që i ka dhënë shumë për ciklizmit, nga qyteti i Prizrenit. E falenderojmë edhe zotin Berisha. Faleminderit shumë. Kam kënaqësinë që taftoj zotin Jeton Recep, drejtori i divizionit të trafikut rrugor në Policinë e Kosovës, për të ndarë çmimet e radhës. Nëse nuk hedh syt nga familja nga e cila rrethohesh, atëherë kot i respekton të tjerat. Prandaj me këtë motivacion edhe Federata e Ciklizmit ka vendosur që brenda rrethit të familjes së vet të mos i harrojë edhe anëtarët e bordit, ata që kontribuojnë. Qëndrim plana, anëtarë i bordit nderohet me milioje me motivacionin për angazhimin në zhvillimin e ciklizmit në Kosovë. Sibora Kadriu, po ashtu anëtare e bordit, me të njëjtin motivacionin e Sibora për rolin që ka patur në promovimin e sportit dhe ciklizmit. Edmond Kumnova, njeriu që nga Mitrovica ka bërë më të mirën me treqën për ta promovuar sportistin dhe klubin e vetë dhe ciklizmin në përgjithësi. Dhe anëtarën e bordit Shqipe Miftari, cilën nuk e kemi këtu, do të kujdesim e ta dërgojmë në adresë. E falenderojmë edhe njerë zotin Rezepi, falenderit shumë që jeni pjesë e kësaj ceremonie. Dhe më lejoni që edhe njerë taftoj presidentin, zotin Nuha, që t'i ndaj çmimet për institucionet dhe partnerët strategjik të Federatës së Ciklizmit. Është respekt që këto të ndahen nga vetë i pari i këtij komuniteti. Për Ministrinë për Kulturën e Sport kemi disa individ të dalluar, të cilët sot do të nderohen për me mirënjohje, duke i kaluar Klot Kelmendin dhe Shpend Ahmetin, të cilët nuk i kemi këtu, videografin dhe fotografin, fotoreporterin, të cilët po ashtu kanë bërë punë të mirë, duke sjellë përmes videove dhe fotove secilën prej emocioneve në shtigjet e sportit të ciklizmit. I falenderojmë edhe Klodin edhe Shpendin, në mungesë të tyre do të kujdesemi t'i dërgojmë mirënjohjet në adresë. Te Ministria për Kulturën e Sport janë disa individ që janë veçuar në këtë ceremoni. Do ta filloj me zotin Daud Thaçi, cilin gjithashtu nuk e kemi të pranishëm, do të kujdesemi ta dërgojmë këtë në adresën e zotit Thaçi, dhe gjitha këto do të dorëzohen në një ceremoni tjetër përmes fotove. Zoti Mediuka, që e kemi të pranishëm nga Ministria për Kulturën e Sport dhe na nderon me prezencën e tij. Meritojnë dhurat rrugitje, përmbështetje. Zoti Taulant Balaj, nga Ministria për Kulturën e Sport, po ashtu nderohet me mirënjohje sonte në këtë ceremoni të përveçme. Nga i njëjti institucion me mirënjohje të veçantë Besim Shola nderohet. Pastaj Shkëlqim Sadriu, si dhe Arsim Thaçi, të gjithë këta nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport. Mirënjohjet e radhës vinë për lëvizjen olimpike, për presidentin dhe zëvendës presidentet. Për zëvendës presidentin e Kokut, zotin Milajm Kelmendi, do të jetë mirënjohja e parë. Për zëvendës presidentin e parë, thash, me që është edhe kryetari i Federatës së Skitarisë, ajo është me arsye në Milano Cortina, duke i vëzhguar nga afër dy sportistët tanë, Kiana Krezio dhe Drin Kokaj. Për zotin Gazmend Maxhuni, kësaj radhe në cilësinë e nën kryetarit të Kokut, zoti Maxhuni e pranon për angazhim në mbështetje në sportin e ciklizmit. Dhe për presidentin e Kokut, zotin Ismet Krasniqi, që gjithashtu në mungesë do të kujdesemi që t'ia dërgojmë, zoti Maxhuni do ta pranojë në emër të zotit Krasniqi.
nderon me prezencën ti edhe udhëheqësi i divizionit të mbështetjes teknike dhe sigurisë rrugore, zoti Milaim Ahmeta, i cili me herët i pranoi mirënjohjet për kësaj radhe do të jetë ai që do t'i ndajë disa mirënjohje. Fillimisht çmimet speciale në ciklizëm të dedikuara për 3 individ për zonën Aferdita Fazlia, zëvendës drejtoreshe e Departamentit të Sporteve pranë MKRS-s, cilën do të kujdesemi ta dërgojmë në adresë zotin Fidan Shatri, udhëheqës ushtrues detyre i Agjencisë për Sport në kuadër të MKRS-s po ashtu. Njëjtë do të kujdesemi ta dërgojmë edhe këtë mirënjohje, sikurse edhe për zotin Iber Araj, drejtori i Departamentit të Sportit pranë MKRS-s, cilën e kemi këtu. Është koha që ta falenderojmë zotin Ahmetaj, faleminderit shumë për prezencën. Kemi edhe disa plaketa dhe mirënjohje, të cilat do të kujdesemi në mungesë të prezencës së tyre fizike këtu, t'i dërgojmë në adresë. Për sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë për Kulturën e Sport, zotin Bistim Bistimi, është mirënjohja e parë. Për zëvendës ministrën në detyrë, zonin Daulina Osmani, po ashtu mirënjohja e radhës, sikurse edhe për ministrin Herla Çeku, që gjithashtu është kujdesur që të suportoj komunitetin e ciklizmit në forma të ndryshme përmes MKRS-s. Gjitha këto do të ndahen. Vim të një moment i veçantë ku kam kënaqësinë që taftoj zotin Xhavet Hyseni për një mirënjohje pak më ndryshe. Sepse kjo mirënjohje nuk është plaket, po zoti Hyseni do ta ndajë së bashku me këto e ftojmë. Kjo mirënjohje ka timon, pedale dhe edhe rrota, jo 2 bicikleta, cilat do të rohen nga klubi i ciklizmit Kastrioti, një klub i cili vite më parë ka vite që i ka marrë si donacion nga Solidariteti i UCit, por asnjëherë nuk janë përdorur. Dhe me që këto 2 plaketa, në fakt plaketa nuk janë, po këto 2 bicikleta nuk janë përdorur deri tash, atëherë e kanë menduar një formë më ndryshe. Sa rrin, më mirë t'i përdor dikush tjetër. Një fair play i jashtëzakonshëm ku një klub ja dhuron një klubi tjetër. Dhe me që zoti Hyseni e përfaqëson klubin e Ferizajt, e Kastriotit nga Ferizaj, ky klub ka vendosur që 2 klubeve nga qyteti i lashtë i Prizrenit t'ja dedikoj këto 2 bicikleta që janë para nesh të markës Scott, për klubin Prizreni dhe për klubin ProBike, një klub i ri që ta motivuar për punë të mëdorkesta. Ftoj për asosit e 2 klubeve që dalin për të pranuar bicikletat. Zëllë, të majtën apo djatë. Njëtë. Zoti Xhavet do të pozoj dhe një fotografi momentin e dorëzimit. E bëjmë një foto me momentin e dorëzimit, fillimisht për klubin Prizreni dhe pastaj edhe për ProBike. Takzoni klubi Prizreni dhe tash është momenti që edhe klubit ProBike, po ashtu nga qyteti i Prizrenit, t'i dorëzohen këto bicikleta. Kjo bicikleta. Tikzoni, faleminderit zoti Hyseni. Bravo për simbolikën. Klubi i Kastriotit. Jo veç që është një për klube më të mirë dhe më të forta, edhe më organizative, por gjithmonë është interesuar edhe klubeve tjera t'ju ndihmojnë. Edhe në çdo çast, nëse dikush ka nevojë maksimalisht për diçka, klubi i Ciklizmit Kastriotit
Mos atë. Do sarojmë se tingëllon si sport individual, por sport ekipor, nga pelotoni deri të tjerët që bëjmë punë ekipore për të arritur deri i pari. Dhe kësaj në këtë fryk të solidaritetit e kemi parë edhe në aksion, gjatë rrugëve, gjatë garave vendore dhe ndërkombëtare. Bravo! Zoti Nua s'kam qenë pa aftuar edhe një herë. Dhe jo për të fundit. Sepse kësaj radhe ka një minjoj të veçantë për një mik që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për kontributin e tij dhënë në sportin e ciklizmit. A special dedication we have now for a friend coming from the United States of America. It's a great pleasure to welcome on the stage Mr. Hunter Shelton. Applause dedicated for you. For the support and collaboration you have given to the community of cycling and especially to the cycling club of Castrioti. Yeah, I will try to translate. I'm not going to talk very long because it's not about me. Nuk do të asë shumë gjatë sepse nuk ka të bëjë veç me mua. When I first got to Kosovo in 2013, Kur isha në Kosovë për herë të parë në vitin 2013, I've been here quite a while, and I ran across Avni Nuha and his family. kam në qëndruar një kohë të gjatë këtu dhe kam vizituar edhe Avni Nuan dhe familjen e tij. And I want to thank God so much for meeting him because of his perseverance, his unwavering attitude, and his can-do. He is the epitome of what the people of Kosovo should be like. Never give up, never quit, and never stop. Continue to drive and become the very best that you can. Thank you very much, people of Kosovo. Thank you very much. Dua të falenderoj Zotin që më ka takuar me Avni Nuan dhe familjen e tij sepse ai është një njeri i cili simbolizon jo vetëm qëndrimin, jo vetëm përkushtimin dhe vullnetin e tij, por duhet të tregoj, ta marrim si shembull që asnjëherë s'duhet të ndaremi, asnjëherë s'duhet të heqim dorë nga diçka që e kemi nisur në fjalë të shkurtra duke parafrazuar Zotin Helton. Faleminderit shumë. Dhe vim të çmimet e fundit, 5 çmimet e fundit për ekipin e vitit, trajnerin më të mirë, sportistin më të mirë në U23 dhe mbretin dhe mbretëreshën e sportit e ciklizmit për 2025. Çmimet do të ndahen fillimisht nga zoti Medi Uka për ekipin e vitit, klubin e vitit. Nga ajo që ka u tha dhe nga ajo që ka është parë dhe në teren, është vendosur që klubi i vitit, e klubi i ciklizmit Castrioti nga Feliza. Besarti në emër të klubit del për të pranuar çmimin. Falenderojmë zotin Uka, e ftojmë Besartin për 2 fjalë në emër të klubit. Së pari, të isha të falenderoj gjithë për pjesë pare që keni orë. Pavarësisht falenderim më i madh shkon për institucionet shtetërore të Ministrisë të Infrastrukturës, Ministrisë të Sportit, Komitetit Olimpik, Policisë të Kosovës, FSK-s me ndihmën se pata nuk ishmi mund t'jenë gara dhe pa ndihmën e tyre nuk do t'ishme këtu. Pavarësisht unë në klubin e ciklizmit Castriotit dhe stafin tonë po zhvillojmë një me gara të mira, po avancojmë përpara dhe kështu ju dëshiroj të gjithë klubeve dhe federatës për angazhimet dhe ju dëshiroj një vit të suksesshëm 2026.
klubit të ciklizmit Kastrioti, urime e besartit që ka udhëhequr ekipin që është kujdesur për më të mirën, për nxënësit që kanë performuar në formën më të mirë gjatë vitit 2025. Dhe kisha një arsye pse e vendosa që besartit të flasë në emër të klubit, këtë arsye do të zbuloj pak më vonë. E ftoj zotin Naim Gashi, kryetare i Federatës Triatlonit të Kosovës, që ta ndajë çmimin e radhës. Ai çmim do të jetë i dedikuar për trajnerin më të mirë të vitit. E lërojmë pak hapësirën për zotin Gashi. Dhe trajneri më i mirë i vitit, shpallet Besart Nua, nga klubi ciklistit Kastrioti. Dhe vendosa ta vë Besartin të flasë në emër të klubit, se do ta kishte shumë më të vështirë të fliste për veten, kështu që në emër të ekipit më mirë i plason fjalët. Faleminderit zoti Gashi. Ftoj zotin Nui Lugazhiut që të na bashkohet për të ndarë çmimin e sportistit më të mirë në U23. Sportisti më i mirë i kategorisë U23, Albion Kastrati. U23 që është një kategori para asaj garës elite, prandaj Albioni po bëhet gati që duke shkëlqyer në këtë kategori së shpejti ta bartë dhe barrën e më të mirit e kategoria elite. Urime Albionit. Ftoj zotin Gazben Maxhuni që të na bashkohet për të ndarë çmimin për sportistën më të mirë elit, mbretëresha e sportit të ciklizmit për 2025. Komisioni ka vendosur që çmimi i më të mirës të shkojë te Enilda Zeçiri, sportistja më e mirë e vitit 2025. Enilda tregoi se ciklizmi nuk është vetëm garë e djemve dhe burrave, prandaj po e thyen këtë tabu duke e bërë më të mirën. Enilda, Bukjan. Kujtojmë pas se të filloi Enilda, a kemi patur në 2024 në kuizin olimpik, ka qenë ndër më të dalluarat edhe në aspektin e njohurive për sportin në përgjithësi. Përshëndetje të pranishëm, faleminderit që keni gjetur kohën për të ardhur. Për mua sot është një nder i veçantë të jam këtu dhe të pranoj këtë çmim, pasi që viti që kam pas ka pasur shumë punë, sakrificë dhe përkushtim, por edhe rezultate që më motivojnë të vazhdoj përpara. Këto rezultate nuk do të arrijem vetë pa përkrojën e klubit, ndihmën e trajnerëve dhe përkrojën e familjes time, kështu që ju falenderoj dhe suksese gjatë vitit 2026. Lutëm qëndro sepse tash mbretëreshës ciklizmit do t'i bashkohet edhe mbreti, por fillimisht pas zbuluar, e ftojmë zotin Iber Oraj që të bashkohet për të ndarë çmimin e më të mirit në sportin e ciklizmit. Dhe pastaj ta kemë edhe fotografinë që do të mbetet kujtimi dhe panorama 2025-s për dy më të mirët, e gradualisht për të hapur këtë skenë edhe për gjithë ata që morën plaketa dhe mirënjohje. Çmimi i më të mirit, sportisti më i mirë në Federatën e Ciklizmit për 2025-ën, Blerton Nua nga klubi ciklizmit Kastrioti. Shumë pak kohë ka patur për pauzë shpejti në Turqi për përgatitjet e radhës dhe për të filluar hapjen e ciklit olimpik drejt LA 2028. Blerton Nua e kemi këto skenë si mbreti i ciklizmit për 2025. Blerton, një foto me Enilda, një foto sa kemi edhe drejtorin. Okej. Enilda, të lutëm qëndro, Blertoni të mikrofoni për 2-3 fjalë, sepse pastaj do të kemi edhe trajnerë dhe gjithë ata që morën mirënjohjen e skenë. Përshëndetje, faleminderit që keni gjithë kohë më ardhur, nuk pi zgati shumë se çmimi flet. Urime gjithëve suksesi këtë vit. Këtë vit nuk do të dalim, do të punojmë shumë a shumë, sepse synimin e kemi për kampionatin ballkanik që do të dalim 100% me një medalje dhe pa mbështetjen e klubit, federatës dhe familjes nuk do të isha këtu ku jam sot dhe
urime këtë vit, suksese, faleminderit. Urime Elindës, urime Blertonit, 12 mirët e këtij komuniteti për 2025, tash i ftojmë edhe trajnerët, gjyqtarët. Ata që u dalluan gjatë 2025 të bëjmë një foto të përbashkët, një foto e familjes qiktivës së bashku me mysafirët nga Policia e Kosovës, krerët e Komitetit Olimpik, Federata dhe miqt. Faleminderit shumë që na keni nderuar me prezencën tuaj dhe uroj që edhe në 2026 secili në sportin tuaj të keni fat, shëndet dhe mbarësi. Kretë në fund e lam qërshim bitort, sepse e kemi edhe një moment të veçantë. Presidenti i Federatës së Qiktizmit të Kosovës, Avni Nuha, do të jetë edhe një herë në skenë. Tash nuk do ta kisha për herë të fundit atëherë kur e ftova. E ka zoti Nuha. E ka një dhuratë të premtuar tash e sa javë, muaj, vite, 2 vjet. Ka kaluar 2 vjet që ka premtuar një dhuratë dhe ka vendosur që këtë dhuratë ta ndaj sot në mënyrë speciale, t'ju ketë gjithë juve dëshmitar që po ndan këtë dhuratë, sepse s'po beson personi që do ta pranoj. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Karates së Kosovës, zoti Nazmi Gashi, do të ndërrohet me një orë, një dhuratë speciale. Nazi adhuruesi koleksionuesi orave, apo? Unë jam koleksionues, po ky marakli. Njëri koleksionues, tjetri marakli. E përshëndesim zotin Gashi me os, përshëndetjen në sheh respekti nga komuniteti i Karates. Faleminderit gjithëve. Këta janë kampionët dhe kampionat që bartën ballën kryesore që qiktizmi të shkëlqejë në vitin 2025, shumë suksese në 2026. Ta shiftoj në një kuptoj